Debatet brenda shtëpisë së Big Brother Kosova po bëhen gjithnjë më të ashpra, dhe këtë herë në qendër të vëmendjes u gjend përplasja mes Fjollës, Benitës dhe Londrimit. Një debat që nxori në paf tensione të akumuluara prej ditësh dhe dallime të mëdha në mënyrën se si secili prej tyre e sheh lojën. Gjithçka nisi kur Fjolla shpërtheu gjatë një bisede në grup, duke i akuzuar hapur Benitën dhe Londrimin se po luajnë pa karakter dhe se nuk po japin asnjë kontribut real në dinamikat e shtëpisë. Sipas saj, ata po qëndrojnë në hije, duke u shmangur nga përgjegjësitë dhe duke mos marrë qëndrime të qarta, gjë që, në opinionin e Fjollës, e bën lojën e tyre të zbrazët dhe pa identitet. Akuza e saj nuk u prit mirë nga Benita, e cila reagoi menjëherë dhe me tone të forta. Ajo u shpreh se nuk ka ndryshuar as pak që nga dita e parë dhe se ka qenë gjithmonë e drejtë për drejtë, duke mos pranuar të vihet në dyshim karakteri i saj. Përgjigjja e Benitës ishte e ashpër dhe plot ironi, duke e çuar debatin në një nivel personal dhe duke treguar se mes dy banoreve tashmë nuk ka më hapësirë për mirëkuptim. Në mes të kësaj përplasje u përfshi edhe Londrimi, i cili u përpoq fillimisht të mbajë një qëndrim më të qetë, por shumë shpejt u bë pjesë e debatit. Ai mohoi pretendimet e Fjollës dhe theksoi se loja e tij nuk ka nevojë për zhurmë apo konflikte artificiale për të qenë e vlefshme. Sipas Londrimit, çdo banor ka mënyrën e vet për të luajtur, dhe jo të gjithë janë të detyruar të krijojnë tensione për të rënë në sy. Megjithatë, Fjolla nuk u tërhoq. Ajo vazhdoi të insistojë se sinqeriteti dhe guximi për të thënë gjëra troç janë thelbësore në një format si Big Brother, duke nënvizuar se ajo nuk ka frikë të përballet, edhe kur kjo e vendos në qendër të kritikave. Për të, heshtja dhe neutraliteti janë forma të fshehjes, jo strategji loje. Debati u shoqërua me tone të larta, replika të shpejta dhe emocione të forta, duke e bërë atmosferën në shtëpi edhe më të rënduar. Banorët e tjerë u pan